Dashi, dita e sotme mund të sjellë disa sfida të vogla në punë, por mos u shqetësoni. Ndiqni instinktet tuaja dhe do të gjeni zgjidhje të përshtatshme për çdo situatë. Në aspektin financiar, është e rëndësishme të mbani një sy të mprehtë mbi shpenzimet tuaja. Një planifikim i mirë do të ndihmojë për të shmangur surprizat e pakëndshme. Në dashuri, marrëdhëniet mund të përjetojnë një moment të veçantë afrimit. Kushtojini kohë të dashurve tuaj dhe do të ndjeni një lidhje më të thellë. Psikologjikisht, përpiquni të ruani qetësinë dhe të mos i lini emocionet t'ju mbizotërojnë. Një shëtitje në natyrë ose meditimi mund të jenë shumë të dobishme për të rigjetur ekuilibrin e brendshëm. Demi, sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për të komunikuar më shumë me partnerin. Nëse keni ndonjë çështje të pasgjidhur, sot është koha e duhur për t'u ballafaquar me të. Në punë, do të ndiheni energjik dhe do të keni mundësinë të tregoni aftësitë tuaja. Mos e humbni këtë mundësi për të bërë përshtypje të mirë. Në aspektin financiar, është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm me shpenzimet. Emocionalisht do të ndiheni të balancuar, por mos harroni të merrni pak kohë për veten. Praktikoni meditimin ose një aktivitet që ju relakson për të forcuar mirëqenien tuaj. Binjakët, ditë e qetë për marrëdhëniet personale dhe mundësi për të forcuar lidhjet. Në aspektin profesional, një detyrë e re mund të shfaqet në horizont, duke kërkuar vëmendje dhe përkushtim maksimal. Financat po stabilizohen, por shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin e arritur. Një mik i vjetër mund të kërkojë ndihmën tuaj, duke sjellë me vete një ndjenjë nostalgjie dhe kujtime të këndshme. Kujdesuni për shëndetin emocional duke bërë diçka relaksuese, si leximi i një libri apo një shëtitje në natyrë. Mos lejoni që stresi i ditës të ndikojë në humorin tuaj. Gjeni kohë për reflektim dhe planifikoni për të ardhmen, duke vendosur prioritetet të qarta. Daforia. Sot do të ndiheni më të lidhur me emocionet tuaja dhe kjo do t'ju ndihmojë të merrni vendime më të qarta në aspektin personal. Në punë mund të përballeni me disa sfida të papritura, por aftësia juaj për t'u përshtatur do ju ndihmojë të kaloni çdo pengesë. Është e rëndësishme të mbani një qëndrim pozitiv dhe të mos lejoni që stresi t'ju mposhtë. Financat mund të kërkojnë më shumë kujdes, ndaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, komunikimi i hapur do të jetë çelësi për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje me partnerin. Për ata që janë vetëm, kjo mund të jetë një ditë e mirë për të bërë njohje të reja. Kujdesuni për veten dhe mos harroni rëndësinë e pushimit. Luani. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida të papritura në punë, por qëndrimi i qetë dhe i fokusuar do t'ju ndihmojë t'i kaloni me sukses. Në dashuri, komunikimi është qetësi për të shmangur keqkuptimet me partnerin. Nëse jeni beqar, mund të ndjeni një tërheqje të papritur ndaj bikujt të ri. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e luhatshme, ndaj merrni kohë për të reflektuar dhe për të relaksuar. Një shëtitje në natyrë ose një libër i mirë mund t'ju ndihmojnë të rigjeni balancën. Kujdesuni për veten dhe mos e neglizhoni shëndetin tuaj mendor. Sot është një ditë e mirë për të bërë plane afatgjata. Bëgjëresha. Në këtë ditë do të ndiheni më afër njerëzve që doni dhe do të keni mundësi të forconi lidhjet tuaja emocionale. Në punë mund të hasni disa sfida, por me durim dhe përkushtim do t'i kaloni me sukses. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, prandaj është mirë të bëni një plan shpenzimesh dhe të shmangni investimet e rrezikshme. Ndjenja e stresit mund të jetë më e pranishme sot, prandaj është e rëndësishme të gjeni kohë për veten dhe të relaksoheni. Një shëtitje në natyrë ose pak kohë për reflektim mund të ndihmojë në qetësimin e mendjes suaj. Përdorni këtë ditë për të menduar për qëllimet tuaja dhe për të bërë plane për të ardhmen. Peshorja. Sot do të ndiheni të mbushur me energji pozitive dhe entuziazëm. Në dashuri mund të hasni një moment të rëndësishëm ku do të përballeni me ndjenjat tuaja të vërteta. Në punë do të keni mundësi të reja për të avancuar, por duhet të mbani një ritëm të qëndrueshëm për të mos u lodhur. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e luhatshme, ndaj merrni kohë për veten tuaj dhe relaksohuni. Të ndiheni të qetë do t'ju ndihmojë të merrni vendime më të mira. Kujdesuni për shëndetin mendor dhe mos harroni të ushtroni mirësinë ndaj vetes dhe të tjerëve. Kjo do t'ju ndihmojë të kaloni ditën me sukses. Akripi. Ditë e mbushur me energji pozitive që mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në jetën tuaj. Në dashuri mund të ndiheni më të lidhur me partnerin dhe të gjeni mënyra për të forcuar marrëdhënien tuaj. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të zgjojë ndjenja të reja.
Në punë është momenti i duhur për të treguar aftësitë tuaja dhe për të kërkuar mundësi të reja. Financat duken të qëndrueshme, por kujdes në shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale është e mirë, por është e rëndësishme të gjeni pak kohë për veten dhe relaksim. Përkushtimin ndaj aktiviteteve që ju bëjnë të lumtur do t'ju ndihmojë të ruani balancën e brendshme. Kujdesuni për shëndetin tuaj dhe mos e neglizhoni. Shigjëtari, sot mund të ndjeni një shtysë për të bërë ndryshime në rutinën tuaj të përditshme. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë keqkuptimet e vogla. Në punë, një projekt që keni lënë pas dore mund të kërkojë vëmendjen tuaj të plotë. Financat duken stabil, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për shëndetin mendor duke gjetur pak kohë për veten tuaj. Një moment relaksi mund të bëjë mrekulli për humorin tuaj. Sot është dita e duhur për të reflektuar mbi qëllimet tuaja afatgjata. Mos lejoni që presionet e jashtme t'ju devijojnë nga rruga juaj. Qetësia dhe durimi janë çelësi për të kaluar çdo sfidë që mund të shfaqet. Britjabi, sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale dhe për të bërë disa ndryshime të nevojshme. Në punë mund të përballesh me disa sfida të vogla, por me durim dhe përkushtim do t'i kalosh me sukses. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Kujdesu për shëndetin mendor dhe mos e neglizho kohën për veten. Një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë të rifitosh energjinë dhe qetësinë. Në dashuri, është momenti i duhur për të ndarë ndjenjat dhe për të ndërtuar një komunikim më të hapur me partnerin. Mos harro të qëndrosh pozitiv edhe kur situatat duken të vështira. Çdo sfidë është një mundësi për rritje personale. Ujori, sot energjik janë të përziera dhe do të ndiheni paksa të paqëndrueshëm emocionalisht. Në dashuri mund të ketë disa keqkuptime të vogla, por asgjë që nuk mund të zgjidhet me komunikim të hapur. Në punë mund të ndiheni të mbingarkuar me detyra, ndaj është e rëndësishme të organizoni prioritetet tuaja. Financat kërkojnë vëmendje, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni 2 herë para se të investoni. Kujdesuni për veten duke marrë pak kohë për të relaksuar dhe reflektuar. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet që ju sjell qetësi mund të ndihmojë në përmirësimin e gjendjes suaj shpirtërore. Mos harroni se çdo sfidë është një mundësi për të mësuar dhe për të rritur. Besoni në veten tuaj dhe ndiqni intuitën. Peshit, sot do të ndiheni më të përqendruar në çështjet e zemrës. Është një ditë e mirë për të zgjidhur mosmarrëveshjet me partnerin. Në punë do t'ju ofrohet një mundësi e re që duhet të shqyrtoni me kujdes. Mos e neglizhoni rëndësinë e detajeve. Financat kërkojnë vëmendje, por mos u shqetësoni, situata do të përmirësohet së shpejti. Bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë pak e luhatshme, prandaj është e rëndësishme të gjeni momente për t'u relaksuar. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të gjeni qetësi. Përpiquni të mos lejoni që stresi i përditshëm t'ju mbingarkojë. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe fizik.